Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Aleanca për shqiptarët Arben Taravarit kritikon një marrëveshje të mundshme të koalicionit Vlend që propozim ligji për një përfaqësim të drejtë dhe adekuat në administratën publike të dërgohet për shqyrtim në Komisionin e Venecias përpara se të miratohet në Kuvend. Aleanca për shqiptarët e konsideron këtë qasje se të gabuar dhe të rrezikshme duke paralajmëruar për një bëshllëk ligjor që mund të çojë në diskriminim në punësime dhe bllokim të reformave ndëretnike. Si shembull theksohet rasti i ligjit për gjuhët, për të cilin u deshën 6 vjet për një opinion nga Komisioni i Venecias. Maqedonia e Veriut konfirmon qëndrimin e saj për krah Ukrainës. Zëvendës kryeministri i parë, Izet Mexhiti, mori pjesë në samitin Ukrainë-Europa Juglindore të zhvilluar në Odesa. Përmes rrjeteve sociale ai shkruan se Maqedonia e Veriut qëndron fuqishëm për krah Kievit, ndërsa shton se ky samit është një moment kyç për të riafirmuar mbështetjen e palëkundër për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Lidhja Demokratike e Kosovës ofron zgjidhjen për daljen e vendit nga kriza. Kryetari i Partisë Lumir Abdigjiku paraqet planin e punës të Qeverisë së Unitetit Kombëtar që LDK e sheh si zgjidhje për krizën aktuale politike. Në një konferencë për mediat, Abdigjiku premton funksionalizimin e institucioneve kushtetuese, departizimin e institucioneve dhe riformatimin e plotë të bordeve të ndërmarrjeve publike. Qeveria e Unitetit do të merret dhe me departizacimin e institucioneve të pavarura, rreth parë vënien e drejtuesve profesionist e të pavarur partjakisht në institucionet kryesore të pavarura kushtetuese dhe zgjedhjen e gjitha emërtimeve të ushtruesve detyrave që i kemi gjithandaj Kosovës. Pjesë angazhimit do të jetë dhe reformatimi plot i gjitha bordeve të ndërmarrjeve publike, aty ku aferrat e fundit korruptive kanë shpërthyer. Besojmë se pa interferime partijake i japim dhe frymë ndërmarrjeve, po japim dhe të drejtë prokurorisë që të bëjë hetimet e domosdoshme. Krahas asaj Abdigjiku premton rritjen e pagave, një paketë masash për krizën energjetike, heqjen e TVSH për çdo faturë të energjisë elektrike, si dhe fillimin e projektit për gazifikimin e Kosovës. Qeveria e Unitetit nuk mund të bëjë gjithë gazifikimin e Kosovës, por do të niste hartimin dhe miratimin e planit kombëtar të gazifikimit dhe do të niste procedurat për ndërtimin e një centrali me gaz. Në momentin e parë që nisim këto procedura, si Qeveria e Unitetit dakordohemi që këtë projekt ta vazhdojmë pavarësisht se kush vjen nesër pas zgjedhjeve të reja në pranverën e vitit 2026. Zgjedhja e veçantë do të jepej dhe krizës së tanishme, protestës së madhe që e kemi të sektorit privat, duke gjetur rrugdalje të përbashkët mes Qeverisë së Unitetit, sektorit privat dhe krizës energjetike që na vjen. Në politikën e jashtme, Abdigjiku kërkon rindërtim të raportit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa për dialogun me Serbinë nënvizohet nevoja për një platformë unike me të gjitha partitë politike. Kosova kujton ditën e çlirimit. Presidenti Vjosa Osmani shkruan se në këtë 12 qershor, 26 vjet më parë, mbi tokën e djegur të Kosovës, 50.000 ushtarë të NATO-s hynë duke kontribuar në çlirimin e një populli që ishte shtypur me shekuj e mbi 1 milion shqiptar u kthyen në shtëpitë e tyre. Luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ushtarët e NATO-s e kthyen të merren në guxim dhe dhimbje në shpresë, shkruan Vjosa Osmani. Sipas asaj, pavarësisht përpjekjeve të armiqve të Kosovës, një histori e shkruar me gjak nuk mund të ndryshohet e as fshihet nga gënjeshtra të shkruara me laps. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj uron popullin e Kosovës me rastin e 26 vjetorit të çlirimit. Në mesazhin e tij, presidenti Begaj thekson se kjo ndërhyrje ndaloi masakrat njerëzore dhe spastrimin etnik kundër popullsisë civile që po ndodhte në zemër të Europës. Begaj nderoi gjithashtu luftën heroike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shqipëria do të jetë gjithnjë në krah të Kosovës, besim plot në të ardhmen e përbashkët europiane, përfundon në mesazhin e tij presidenti Begaj. Qeveria shqiptare vijon përpjekjet për reaktivizimin e industrisë së mbrojtjes. Këshilli i Ministrave miratoi kushtet për nisjen e negociatave ndërmjet shoqërisë shtetërore, KAJO dhe subjekteve private për krijimin e një shoqërie të përbashkët aksionere. Kjo shoqëri do të ketë për qëllim prodhimin ose përshtatjen e mjeteve motorike të posaçme që do të përdoren nga forcat e armatosura, strukturat e sigurisë dhe emergjenca civile. Sipas vendimit, çdo subjekt privat me të cilin KAJO negocion duhet të sigurojë një investim minimal prej 15 milionë euro brenda një periudhe 3 vjeçare, si dhe punësimin e të paktën 150 punonjësve. Krahas asaj, partneri privat duhet të ofrojë linja teknologjike të prodhimit të mjeteve të blinduara. Shoqëria shtetërore KAJO do të mbajë një pjesëmarrje jo më të ulët se 45% të aksioneve në shoqërinë e përbashkët dhe do të kontribuojë me një pasuri të paluajtshme jo më pak se 20.000 metër katror, që do të vihet në dispozicion pa të drejtë tjetërsimi. Bota. Moska kërcënon Serbinë pasi Aleksandar Vučić për herë të parë viziton Ukrainën.
Presidenti serb zhvilloi një vizitë surprizë për të qenë pjesë e samitit Ukrainë-Europa Juglindore. Për këtë vizitë reagoi dhe Moska zyrtare. Zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme, Maria Zaharova, shtroi pyetjen për vendin aleat se në anën e kujt janë, të Moskës apo të atyre që ajo i quajti neonazist. Pas kërcënimeve në qytetin ku mbahet samiti Ukrainë-Europë Juglindore, Rusia ndërmori një sulm masiv me dronë dhe raketa. Përveç Odesës, trupat e Putinit bombarduan dhe rajonet të tjera. Në Kharkiv raportohet për viktima dhe të plagosur, ndërsa mbrojtja ajrore ukrainase konfirmon se ka rëzuar 40 dronë nga 85 të lëshuar gjithsej. Slovakia vijon të kundërshtoj sanksionin ndaj Rusisë. Kryeministri Robert Fico i vendosi kushte Bashkimit Evropian për shtimin e penaliteteve. Slovakia nuk do të mbështesë paketën e 18 të sanksioneve kundër Rusisë nëse Komisioni i Bashkimit Evropian nuk parashtron një zgjidhje të vërtetë për situatën e krizës në të cilën ndodhet Slovakia pas ndërprerjes së furnizimeve me gaz, naftë dhe lëndë djegëse nga Rusia, shkruan kryeministri Robert Fico në rrjetet sociale. Pavarësisht rezistencës së Slovakisë ndaj paketës së re të sanksioneve të BE-s kundër Rusisë, kancelari gjerman Friedrich Merz shpreson që 27 kryetarët e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian javën e ardhshme do ta miratojnë paketën e re të sanksioneve ndaj Rusisë të propozuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian. Nëse gjithçka ecën sipas planit, atëherë javën e ardhshme do të jetë vendosur, tha Merz. Edhe në Washington po bëhen përgatitje për masat të mundshme të Kongresit dhe administratës kundër Rusisë. I pyetur lidhur me rezistencën e Slovakisë, Merz tha se komisioni përfaqësuesve të prershëm në Bruksel javën e ardhshme do të negociojë për herë të parë lidhur me paketën e sanksioneve. Arrihet marrëveshje SBA-Kin për të rikthyer pushimin tregtar dhe për të hequr kufizimet e eksportit të Kinës për metalet e ralla. Në fund të 2 ditëve negociatash intensive në Londër, sekretari amerikan i tregtisë Howard Lutnick u tha gazetarëve se marrëveshja kornizë plotëson një pakt të arritur muajin e kaluar në Gjenev për të lehtësuar tarifat dypalçe. Edhe zëvendës ministri kinez i tregtisë tha se ishte arritur një marrëveshje tregtare kornizë që do dërgohet liderëve të SBA-s dhe Kinës. Irani kërcënon Shtetet e Bashkuara. Paralajmëron se do të shënjestrojë bazat ushtarake amerikane në rajon nëse shpërthen konflikti. Të gjitha bazat e saj janë brenda mundësive tona, ne kemi qasje në to dhe pa hezitim do t'i shënjestrojmë të gjitha ato në vendet pritse, tha ministri i mbrojtjes i Iranit në përgjigje të kërcënimeve të SBA-s për veprime ushtarake nëse bisedimet dështojnë. Trump kishte shprehur më parë optimizëm për bisedimet, duke thënë gjatë një turneu në Gjirin Persik muajin e kaluar se Washingtoni po i afroi sigurimin të një marrëveshje. Por në një intervistë të botuar të mërkurën, Trump tha se tani ishte më pak i bindur. Mes tensioneve në rritje, një zyrtar amerikan tha se nivelet e stafit në ambasadën në Irak po reduktoheshin për shkak të shqetësimeve të sigurisë, ndërsa operacionet tregtare detare të Mbretërisë së Bashkuar, të drejtuara nga Marina Britanike, këshilluan anijet të kalonin me kujdes nëpërmjet Gjirit Persik. Turqia do të furnizojë Indonezinë me 48 avion luftarak Kan. Presidenti turk njoftoi arritjen e marrëveshjes. Përmes rrjeteve sociale, Recep Tayyip Erdogan tha se kapacitetet lokale të Indonezisë do të përdoren gjithashtu në prodhimin e avionëve. I përgëzoi të gjitha organizatat tona, veçanërisht drejtorin ton të industrisë së mbrojtjes dhe TUSAS, të cilët kontribuan në prodhimin e avionëve dhe në shkrimin e kësaj kontrate rekord eksporti në historinë e Turqisë, tha Erdogan. Një aksident ajror tronditi Indin. Një avion pasagjerësh i Air India u rrëzua në aeroportin Ahmedabad, një qytet në Indinë Perëndimore. Në bordin e tij mendohet se ishin rreth 242 persona, 169 pasagjerë indian, 53 britanik, një kanadez dhe 7 portugez. Sipas mediave lokale, rrëzimi ndodhi gjatë ngritjes. Avioni Boeing 777 mori një lartësire 200 metra, por më pas humbi kontrollin e ngritjes dhe forcën në rrethana ende të panjohura dhe nisi uljen progresive deri në rënien mbi godinat e banuara dhe shpërthimin në tym dhe flak. Pamjet tregonin renoja që digjeshin me tym të dendur që ngrihen në qiell mbi aeroport, informon La Repubblica. Në dukje mjeti fluturues nuk dha shenja të humbjes së ekuilibrit aerodinamik apo turbulencë në motor dhe trup, teksa mbeten mister shkaqjet e rrëzimit tragjik. Të paktën 49 persona ndruan jetë në Afrikën e Jugut pasi shira të rëmbyeshëm shkaktuan përmbytje të mëdha në provincën e Kepit Lindor. Rajoni kryesisht rural, i cili shtrihet nga Oqeani Indian në malet e larta të brendshme, u godit nga shira të rëmbyeshëm dhe borë që nga fundjava. Pjesa më e madhe e Afrikës së Jugut është përfshirë nga rreshtet të rëmbyeshme shiu dhe kushtet të ftohta ekstreme. Nuk kemi parë kurrë këtë lloj kombinimi të borës dhe shirave të rëmbyeshëm në dimër njëkohësisht, u tha gazetarëve kryeministri i Kepit Lindor, Lubabalo Oscar Mabuyan. Midis atyre që humbën jetën ishin 4 fëmijë në një minibus shkolle që u rrëmbyen nga ujërat, thanë autoritetet provinciale.
Shtresa e akullit e Groenlandës u shkri 17 herë më shpejt se mesatarja e kaluar gjatë një jave të nxehtit të muajit maj që goditi dhe Islandën, thariti shkencor World Weather Attribution. Rajoni Arktikut është në vijën e parë të ngrohjes globale, duke ngrohur 4 herë më shpejt se pjesa tjetër e planetit që nga viti 1979, sipas një studimi të vitit 2022 në revistën shkencore Nature. Në muajin maj, 94% e stacioneve meteorologjike të Islandës regjistruan temperatura rekord sipas Institutit Meteorologjik të vendit. Në Island, temperatura të kaloi 26 gradë Celsius më 15 maj, e pa parë për atë kohë të vitit në shekullin subarktik. Në Groenlandën lindore, dita më e nxehtë gjatë valës së të nxehtit ishte 3.9 gradë Celsius më ngrohtë krahasuar me klimën paraindustriale. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.